Izraeli nisi një seri sulmesh në Gaza të dielën në përgjigje të sulmeve ndaj forcave të saj, tha ushtria izraelite, duke tronditur një armpushim tashmë të brish në enklavën e shkatruar. Nga ana tjetër, Hamasi nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet dhe ka akuzuar Izraelin për shkelje të armpushimit. Banorët në Gaza dhe autoritetet lokale shëndetësore thanë se sulmet ajrore izraelite dhe zjarri i tankeve në të gjithë enklavën vranë të paktën 11 persona. Një zyrtar ushtarak izraelit tha se sulmet të mëtejshme kundër objektivave të Hamasit mund të vazhdojnë në akmarrje për të paktën 3 sulme ndaj trupave izraelite të dielën. Ushtria izraelite u shpreh mëtej se sulmet ajrore dhe zjarri i artillerisë kishin në shënjestër militantët në zonën jugore të Rafah, të cilët kishin lëshuar një raketë antitank dhe kishin qelluar mbi ushtarët e saj. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se kishte urdhëruar ushtrinë të reagonte me forcë ndaj asaj që ai e përshkroi si shkelje të armpushimit nga Hamasi. Krau i armatosur i Hamasit tha në një deklaratë se mbetej i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armpushimit në të gjithë Gazën, duke shtuar se nuk ishte në dieni të përleshjeve në Rafah dhe se nuk ishte qenë në kontakt me grupet atje që nga marsi. Shpërthimi i konfliktit ishte prova më serioze deri më tani për armpushimin në Gaza, duke zbehur shpresat se ky armpushim do të çojë në një paqe të qëndrueshme. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëruan më parë se kishin raporte të besueshme se Hamasi po planifikon një sulm të menjëhershëm ndaj civilëve në Gaza, të cilin e quajnë një shkelje të drejtë për drejtë dhe të rënd të marrëveshjes së armpushimit.